Vlorë, finalizohet operacioni policor i koduar React, goditet një rast armbajtje pa leje. Mbante fshehur në banesë armë zjarri automatike dhe municion luftarak, arrestohet në flagrancë 40 vjeçari. Në vim të punës së pandërprer për identifikimin dhe goditjen e rasteve të armbajtjes pa leje, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale që mund të shkaktoheshin nga përdoruesit e tyre, shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar React. Si rezultati këtij operacioni, u arrestuan në flagrancë shtetasi HM, 40 vjeç, banues në lagjen 4 Heronjt Vlorë. Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri automatik AK-47, si dhe një kreër me 29 fishek. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.